Në fakt ja tha se raportoshin nga ja tha dhe Sali Berisha kur u takuan mas 15 vjetësh që u bëjo takimi i famshëm ke klani Rama, ai Nano Berisha në mas 15 vjetësh në ballavaçim me Fevzio. Janë gjëra që Së fundmi, për çfarë do mbahet mend zoti Fatosnano? Fatosnano do mbahet mend për shumë gjëra, po një nga gjërat më ato që dikush thotë apo jo thoj pa prerje uzin me Ramën, është ajo që Fatosnano do vazhdojnë të ndiqen ndoshta edhe sot e kësaj dite dhe pse ai nuk do jetë më në jetë. Vlerat janë s'mund i numëroj dot nga shumë, po duke që vlerat e Fatosnanos janë ajo vazhdimësia që ka lënë Nana dhe Partia Socialiste po ecën dhe po fiton nga zgjedhjet e zgjedhjes. Vlerat e Fatosnanos janë ato që dikush thotë apo jo thoj pa prerje uzin me Ramën, është ajo që Fatosnano ishte aq mendje mpret që për të vënë një kryeministër ose një kryetar partie për të përballuar Sali Berishën ishte vetëm Edi Rama. E kjo ishte larg pamësia e Fatosnanos për të përcaktuar dhe leadershipin masi i kuvet. Ju thatë në fillim të intervistës që ai ka qenë një person si në politikë dhe jashtë saj, një person shumë i mirë le të themi. A ndryshoi kjo me kalimin e viteve, mendimet e tij, pikpamjet, domethënë duke qenë se ju keni qenë një person i afërt dhe disi mund t'ja dini edhe ato. Shiko, unë duhet të them vetëm Fatosnano nuk ka punu i qetë ke Partia Socialiste. Po thuaj se gjithë grupin siç e thash përpara, po dhe nën ku ishte bukur të gjithë të katër në kryetarët, siç e thash në brëm në intervistë, po ti s'ti intereson kjo, të intereson intervista jote. Fatosnano i ka pas të katër në kryetarët e Partisë Socialiste kundër. Ja tha dhe këtë fakt ja tha se raportoshin nga ja tha dhe Sali Berisha kur u takuan mas 15 vjetësh që u bëjo takimi i famshëm ke klani Rama, ai Nano Berisha në mas 15 vjetësh në ballavaçim me Fevzio. Janë gjëra që Së fundmi, për çfarë do mbahet mend zoti Fatosnano? Fatosnano do mbahet mend për shumë gjëra, po një nga gjërat më të mëdha që mund të them ose më të pjekura është inteligjenca, bashkëpunimi dhe njeri jo akmarrës. Se në qoftë se do të tregoj një episod që se kam treguar kur, po ta tregoj ti me që e gazeta. Kur doli nga burgu, Fatosnano dihet që u bë kryeminist në 2001 i pati edhe divorcin me bashkëshortën, ish bashkëshortën Regjinë, që pastaj jetoi me derisa ndroi jetë me Gjohanën. Fatosnano shkoi ke babai vet, një djali i Thanas, Nano, dhe unë kam qenë shoqërues personal. Fut këtë derë dhe që Thanasi, drejtori i televizion shqiptar në kohën e Verozit, njëri korrekt, njëri familje e shkëlqyer ata, nënë e babë intelektual. Edhe unë e dëgjoja nga se këtë derë i thosh or Fatos, çfarë do bësh me Sali Berishën? Futem burg më se të shkatroj familjen, të shkatroj politikën, të Bushku i thoshte, ai edhe ne ashtu i thërisë, o Bush i thoshte, nuk mund të bëj unë akmarrit, fus Sali Berishën e ta bëj hero me durët e mia. Kështu që kjo ishte vlera më e madhe aty që nuk ishte akmarrës. Mos harro se Fatosnano si shkatron familjen, deshi drogun vajzën, kur ishte vjeçare, i ka bërë të 99, por ai me pjekurinë e vet, me inteligjencën e vet, me zgjersinë e vet, i përballoi gjithë i vetëm. Edhe në parti vetëm edhe gjithë kundërshtarët gjitha ne. Dhe partinë e majti nuk e përqau me përjashtim të 2003-2004, kur revanshisti, njeriu më i keq që ka pas në partisë Ilir Meta, i bëri Puçin Socialist bashku me Berishën dhe hoqën nga pushteti, e hoqën nga politika. Hakmarrja është një pikë që ju po e përmendi në fakt dhe sidomos në politikë ndodh rëndom. Mendoni që po ta kishte përdorur edhe zoti Fatosnano këtë pjesën e hakmarrjes, mund të kishte ndryshuar diçka në postin e tij apo? Jo, nuk më merr mendje se Fatosnano ishte i tillë siç ta thash edhe një herë. Dhe këtu do të përmend një shkrim që lexova sot edhe që jam edhe burrë lot nga dalë Samira Pino, ish shef e kabinetit Fatosnanos deputet dhe ish kryetar e Grosë Socialiste, që është 3 ditë më e madhe se Fatosnano, kanë lindur të dy përherë në maternitet edhe nëna e Fatosit edhe nëna e Semi dhe thoshte Fatosnano kur nuk do bëhet njëri keq, vetëm se sot le të hiki atje ku do hiki dhe të luftoj atje do ketë paqe dhe s'do ketë më
kloun cirku, sepse politikën ai e përdori me lloj-lloj mënyrash për të shërbyer komit vet, atë dheut vet dhe për të luftuar edhe klounët e gjallë. Kurse atje do rishi qet, një goxha fjalim edhe unë u preka goxha sepse ajo dhe në shkollë dhe në bankë dhe gjimnaz dhe në universitet të dy bashkë, Fatosano ka qenë zheni.